Kryeministri Edi Rama ka shpathur një iniciativë të re për riaktivizimin e ish uzinës së autotraktorëve në Tiranë, duke shndruar atë një qendër prodhimi për industrinë ushtarake. Pasi edhe në këtë aspekt i kemi të gjitha mundësitë që të bëjmë prodhime të cilësisë shumë të lartë dhe krijojmë vende pune dhe të furnizojmë forcat tona të armatosura apo forcat e rendit me uniforma shumë cilësore dhe më pak të kushtueshme, dhe nga ana tjetër të krijojmë një bazë prodhuese që do të mund të shërbejë edhe qëllimit të eksportit. Rama theksoi se kjo riaktivizim do të fokusohet në prodhimin e uniformave dhe montimin e mjeteve të blinduara dhe për këtë qëllim është nënshkruar një marrëveshje me kompaninë Timak të drejtuar nga Rjeta Puca, e cila ka prodhuar makinën e parë ushtarake shqiptare të quajtur Shota. Unë besoj që duke e pa Arjetën nuk ju shkon mendja që këtu do ketë një shpërthim, apo jo? Kështu që s'keni pse shqetësoheni. Do prodhojmë makina ushtarake për ushtrinë, për policinë, zjarr fikse etj, edhe do t'i eksportojmë. Që takimit me banorët e njësisë numër 1 të Tiranës u zhvillua një debat ku një prej banorëve ngriti shqetësim për nivelin e lartë të korrupsionit në vend, çka solli një reagim të drejtë për drejtë nga kryeministri. Jemi ne të dy dhe ne të dy të shkojmë deri në fund kësaj pune. As nuk diskutohet. Bashkë unë me ty në mbështetjen tënde deri në fund. Takimi përfundoi me një shkëmbim pikpamjesh mes Ramës dhe qytetarëve të pranishëm.